Banorët që preken nga projekti Tit Durrës janë rikthyer protestave para bashkisë. Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë në mbështetje të tyre shkoi dhe një përfaqësues i banorëve të Rjollit që gjithashtu kundërshtoi një projekt për ndërtimin e resortit në tokat për të cilat pretendojnë pronësinë. Përfaqësues të familjeve që preken nga projekti protestuan pak para nisjes së mbledhjes së radhës të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak së pari t'japi llogari për faktin e thjeshtë që është bërë 2 herë kërkesë për krijimin e komisionit hetimor dhe në mënyrë të çuditshme në minutën e fundit tërhiqet 1 ose 2 antar. Kur ne tashmë çështjet tona qoftë edhe për faktin e thjeshtë që nëse ata nuk janë të përfshirë në problemet e projektit, duhet patjetër të na japin mundësinë të shprehim të gjithë paragjithësitë që ka projekti. Disa nga banorët kërkuan të futeshin në bashki, por u penguan nga policia bashkiake. Keni mbi 35 vite që bëni këtë lloje. Do të bëj humbi, do të bëj fundi një herë mirë. Kjo ishte protesta radhës e më shumë se 74 familjeve që preken nga projekti Tit Durrës, i cili synon rjetëzimin e qendrës historike të qytetit. Rreth 200 pasuri të paluajshme preken nga projekti, nga aplikimi të cilit disa do të shemben, ndërsa të tjera rikonstruktohen me fondet e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim.